Ja ku po takohemi sërish të dashur miq me historinë e radhës. Historia që do të tregoj është një histori pak e tmerrshme. Është një histori pak e dhimbshme. Gruaja, këtë zotriun, e ka tradhëtuar me shërbetoren që vinte në shtëpi. Me thënë është pak histori e koklavitur, por besoj që do ta dëgjoni deri në fund. Përshëndetje Tiranë, dua të mbetem anonim jo për gruan time, por dua të mbetem anonim për njerëzit të cilët na rrethojnë. Jetoj në Itali për mbi 25 vitesh. Nuk u linda këtu, erdha si të gjithë shqiptarët që ikën në kohën e tranzicionit, për një jetë më të mirë, për kushte më të mira dhe për t'i hapur syt familjes time. Pas 3 vitesh në Itali, u dashurova me një vajzë që më mori mendjen që në momentin e parë. Një vajzë e bukur, bjonde, me sy të gjelbërt e gjatë, një vajzë dinjitoze. Vendosëm të fejoheshim që në muajin e tretë sepse unë u dashurova si i marr. Ajo më donte pafund. Kaloni momentet më të bukura. Ishte me origjinë shqiptare. Dhe për këtë gjë isha shumë i lumtur. Kur i tregova familjes time në Shqipëri, ato më thanë vetëm për një gjë ke bërë mirë se është shqiptare, paktën nuk na ke përzier gjakun, sepse gjë më e keqe në botë është përzierja e gjakut. E bëm një dasëm të bukur në Shqipëri, dua të them që ishte nusja më e bukur. Atë ditë kur shkova ta marr, sytë e mi shkëlqenin. Përfundoi ceremonia, qëndruam disa ditë me familjen dhe u kthyem në Itali, të merreshim me punët tona, me jetën tonë, me përditshmërinë tonë. Pas 3 muaj martesë, erdhi në jetë shtatzania, do na vinte në jetë një djalë. Një djalë që unë e pagzova me emrin e Timati. Ishte shumë e bukur. Ndjesia të qenurit prind, të qenurit baba ishte mrekullueshme. Gruaja ime bëhej edhe më e bukur, edhe më tërheqëse, edhe më interesante. Unë mendoja që në martesë gjërat ndryshojnë, dashuria ndryshon, por nuk ishte ashtu. Ne kishim momente të zjarta, kishim momente të bukura, kishim emocione të pafundme që i thoja vetes jam me fat që në krah kam femrën më të bukur në botë, femrën më të mirë në botë. Por pas 6 vitesh martesë, gjërat filluan avash të ndryshojnë. Netët tona filluan të paksohen. Momentet e bukura filluan të ndalen. Dhe unë i thoja gjithmonë vetes që pas lindjen e 2 fëmijëve, gjërat ndryshojnë. Marrin krejtësisht një kahje tjetër. Gruaja nuk kishte kohë më të merret me mua. Punonte, fëmijët i çonte në mëngjes në shkollë, i çonte fëmijën tjetër të vogël e çonte në mirëmbajtje dhe kur kthehej në orën 6 së bashku me të 2 fëmijët. Dhe unë për t'ia lehtësuar punët, për t'ia lehtësuar lodhjen dhe për t'u marrë më shumë me mua, unë vendosa që në shtëpi të marr një shërbëtore, e cila do të punonte, do të pastronte dhe njëkohësisht të kujdesej dhe për fëmijët e mi, apo le ta themi një dado. Ishte një vajzë e bukur, një vajzë ëmbël e cila me të parën pranoi. Fillimisht kalonim shumë mirë. Do me thënë ishim të kënaqur nga puna që bënte, nga kujdesi që kishte për fëmijët, por afrimi i të dyjave ndodhi shumë shpejt. Non stop filluan të dalin bashk, vikendet kur duheshte të jetë me mua, ajo ja kushtonte dados, rinin 24 orë bashkë në për vikende, udhtonin në për qytete të tjera, së bashku me fëmijët, edhe sikur për mua nuk kishin asnjë lloj interesi, të paktën gruaja ime.
Dhe unë fillova që të dyshoj. Do me thënë, e shikoja që është shumë në celular, e shikoja që kthen mesazhe, qeshet me mesazhet dhe lindi dyshimim se çfarë po ndodh. Mendoja që po më tradhton. Ka gjetur ndonjë tjetër, edhe pse nuk mundesha dot ta besoj. Ditët kaloni dhe unë vendosa që ta përndjek. Në përndjekjen time, afrimiteti më dilte vetëm dadoja. Do me thënë mesazhet ishin vetëm me dadon gjatë kohës natën kur unë kontrolloja telefonin. Si çdo femër që mund t'i dërgoj një femrës zemër, puthje, përqafime, si shoqja me shoqen, edhe e lehtësova shpirtin, thash nuk ka asnjë gjë, thjesht janë afruar shoqërisht shumë të dyja. Por rastësisht një ditë, unë kthem nga puna pak më herët, sepse mbarova punën më herët dhe nuk trokita por hapa derën me çelës, sepse gjithmonë brenda meje kishte një dyshim, por normalisht jo për dadon, por për një mikun e dadës. Në momentin që unë hy brenda në shtëpi, bashkëshortja ime kryente marrëdhënie me dadon. Do me thënë, dashuri femër me femër. Nuk e besoja dot. Mundosha ta kërkoja të trimin poshtë krevatit, në qoshtë të dhomës, e mendoja që ka një burr aty. Por nuk ishte kështu. Gruaja ime kishte ndjenja për femra. U trondita. Deshmëra tavani në kokë. Nuk e dija që unë kisha fjetur me një femër që kishte ndjenja për gjininë e saj. Kaluan muaj, nuk dija se çfarë të bëj, ta leja me 2 fëmijë dhe vendosëm që të flasim. Në momentin që vendosëm që të flasim, ajo e hapi zemrën e saj dhe ma tregoi të vërtetën që këtë lloj ndjenje e kishte patur që në moshën 13 vjeç. Ishte pa imagjinueshme për mua. Si mundesha unë të pranoj një fakt të këtill? Gruaja ime me grua. Jeta për mua u bë shumë e vështirë, më vinte zor t'i them babait në telefon, më vinte zor t'i them nënës. Fillova të mos shkoj më në Shqipëri. Dhe vendosa që ta mbaj. Por kjo martesë më mban çdo ditë në ankth. Se sot më unë nuk e kam mendjen se është kolegu i punës së gruas, por e kam frikën se mos kjo gjë do të më ndodhet prapë me ndonjë femër tjetër dhe çfarë do të bëj unë, në qoftë se dikush do ta merr vesh. Ku do ta çoj unë fytyrën time? Vendosa që në mënyrë anonime ta ndaj këtë histori, ndoshta edhe do të më ndihmonin për të kuptuar që unë të marr një vendim ashtu siç duhet marrur. Kjo është historia ime.